Stresi konfirmon ribashkimin me Casey-n. Gjithmonë kam menduar se nuk kam shpresë kur dy njerëz ndahen dhe kalojnë vite pa u parë. Pas shumë spekulimeve dhe thashethemeve në rrjetet sociale, reperi i njohur Stresi dhe ish partnere e tij, Casey kanë konfirmuar zyrtarisht ribashkimin e tyre si çift. Lajmin e bën publik përmes një fotosesioni ekskluziv dhe interviste për revistën Ho, ku dyshja shfaqen të afërt, të qeshur dhe të përkushtuar ndaj njëri tjetrit. Në intervistën e ndjer, çifti rrëfeu se një shans i dytë dhe reflektimi personal i ka bërë të kuptojnë vlerën që kanë për njëri tjetrin. Pas ndarjes që i kishte mbajtur larg për disa vite, ata kanë vendosur të lënë pas të kaluarën dhe t'i japin dashurisë së tyre edhe një mundësi. Në një prej postimeve të ndara në Instastory, Stresi shprehu emocionet e tij me një mesazh që prek zemrat. Gjithmonë kam menduar se nuk kam shpresë kur dy njerëz që kanë qenë shumë të dashuruar ndahen dhe kalojnë vite pa u parë, por ndonjëherë mjafton një moment dhe gjithçka ndryshon. Respektojeni partnerin tuaj, duajeni me sinqeritet dhe mos e ulni kurrë, as gjatë lidhjes e as pas ndarjes. Lini gjithmonë një derë hapur, sepse kurrë nuk i dihet. Never say never. Kjo deklarat ka prekur shumë ndjekës të çiftit, të cilët prej kohësh shpresonin për një ribashkim. Komentet pozitive dhe urimet për rikthimin e tyre kanë vërshuar në rrjetet sociale, ku fansat kanë mirëpritur këtë lajm me entuziazëm. Rikthimi i Stresit dhe Caseyt dëshmon se ndonjëherë dashuria e vërtet mund të gjejë rrugën e saj, edhe pas kohës, distancës dhe sfidave personale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.